Kuptimi dhe pranimi i fëmijëve me autizëm fillon nga edukimi dhe përgatitja e profesionistëve të fushave përkatëse. Për këtë arsye, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku po organizon trajnimin e shumë kërkuar me qëllim të trajtimit të shtrëngullimit të spektrit të autizmit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Ky trajnim ka mbledhur profesionistë nga fusha të ndryshme, duke përfshirë mësimdhënës, logoped, psikolog, terapist, por edhe edukator. Në këtë trajnim, ata do të mësojnë rreth aspekteve të ndryshme të qasjes së tyre ndaj fëmijëve me autizëm dhe do të mësojnë se si të mbështesin këta fëmijë. Për më shumë, ndiqni historinë në vazhdim. Psikologu klinik, njëherë është trajnuesi Visar Sadiku, tregon qëllimin e këtij trajnimi dhe rëndësinë që ka ky trajnim. Trajnimi është shumë i rëndësishëm për shkak se tani kemi të bëjmë me profile më të gjera të ofrimit të shërbimeve të cilat kanë të bëjmë me edukimin e hershëm. Në këtë trajnim për herë të parë tani po marrin pjesë edhe edukatorët, mësuesit dhe profilet që kanë kontakt të drejtë për referimin e fëmijëve, dhe qëllimi është të zgjerojë njohuritë e tyre, të japë mundësi që ata të kuptojnë kur është e rëndësishme të referohen një fëmijë, dhe veçanërisht të ngrihet përgjithsisht niveli i vetëdijes për të parandaluar stigmën. Trajnimi për shtrëngullimet e spektrit të autizmit ka ngjallur interes të madh nga profesionistët e fushave të ndryshme, si psikolog, logoped, edukator dhe mësimdhënës, të cilët kanë shprehur nevojën për të thelluar njohuritë e tyre mbi qasjet bashkëkohore ndaj fëmijëve me autizëm. Interesimi për me marrë pjesë në këtë trajnim ka qenë jashtëzakonisht i madh dhe përveç profesionistëve të Kosovës kemi pas interesim edhe prej profesionistëve të shteteve të ndryshme të afërta tonat, siç është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Sipas psikologut Selimi, trajnimet të tilla ndihmojnë shumë në qasjen dhe bashkëpunimin mes profesionistëve të fushës me fëmijët me autizëm, por edhe me prindrit e këtyre fëmijëve. Trajnimet e tilla ndikojnë shumë në mënyrën se si ne i qasemi fëmijëve, prindit. Ne duhet të kujdesim edhe për gjendjen emocionale të prindrit, që ata mos ndjehen të veçuar nga shoqëria për shkak të një problematikës që fëmia e tyre mund të ketë. Trajnimet mund të ndahen edhe mund të specifikohen për mënyra dhe fusha të ndryshme se si një fëmijë mund të zhvillohet. Ato na vëdësojnë neve për funksionimin ndryshe të një fëmije. Nuk të më thënë se ne do të kemi patjetër problem, mirë po ne duhet t'i qasemi në mënyrë specifike secilit fëmijë, me apo pa probleme zhvillimore. Dhe trajnimet patjetër që na ndihmojnë në mënyrën se si ne i trajtojmë dhe i qasemi familjes, prindit, fëmijës, gjithë. Një herë edhe psikologja Kryeziu thekson se ky trajnim ndihmon në tejkalimin e vështirësive, të cilat mund t'i hasin psikologët gjatë trajtimit të fëmijëve me autizëm. Ndoshta kisha me thënë, ndoshta jo vështirësi e jona në me fik në vështirësi gjithsesi të spektrit të autizmit, por vështirësia më kryesore është mospranimi i prindit që ka një fëmijë me ndonjë vështirësi të caktuar. Është një kohë që duhet me u marrë me prindërit, të bëjmë një psikoedukim rreth vështirësive të fëmijës, aftësitë që fëmia mundet me i pas dhe mos të mirë me detyrimisht në diagnozë. Pasi që kjo e fundit mund të ndonjëherë me e diskriminu aftësitë dhe kapacitetet të fëmijëve. Ky trajnim përfshiu aspekte të ndryshme të spektrit të autizmit, për të cilat na flet psikologu Sadiku për më shumë. Do të flitet për autizmin si ç'vojnë interesi dhe karakteristikat e tij. Në mënyrë do të pashtu do të jepen strategji bazë përmes të cilave ata do të mësojnë të ndërveprojnë me fëmijët, ndoshta akoma pa ardhur koha që ata të pranojnë një shërbim të mirëfillt. Konkretisht johet në terapi të stimulimit, me teknika që mund të aplikojnë brenda klasës, brenda kopshteve të shkollës, ambienteve të tjera. Në anën tjetër, edhe psikologja Kryeziu na tregon detajet rreth aspekteve për të cilat profesionistët të cilët punojnë me fëmijët autik duhet t'i thellojnë njohuritë e tyre dhe të mësojnë për mundësitë e mbështetjes ndaj këtyre fëmijëve. Pavarësisht shkollimit që e bëjnë profesionistët në aspektin psikologjisë dhe psikolog klinik, është shumë rëndësishme ndika trajnimeve të ndryshme. Pavarësisht që mund të duken trajnimet e njëjta, mirë po tek profesionistët ngjallin atë pjesën e njohurive që ndoshta ka mbetur pak anash në harresë dhe ripërtrihen. Siç çdo profesion që ka sfidat e veta, edhe puna me fëmijët me autizëm nuk është as pak e lehtë. Psikologët që punojnë çdo ditë me fëmijë me shtrëngullime zhvillimore theksojnë se ekzistojnë sfida të ndryshme me të cilat përballen gjatë punës së tyre me fëmijët autik, por se një nga sfidat kryesore mbetet mungesa e njohurive të mjaftueshme për spektrin e autizmit. Disa nga sfidat kryesore me të cilat ballafaqohemi ne si psikologë në punën me fëmijët janë mungesa e informacionit të prindërve për problematika zhvillimore,
mungesa e testeve të sakta dhe të standardizuara të vlerësimit, të cilat çojnë në vlerësime të gabuara, sepse shpesh problemet e fëmijëve mund të jenë me dallime të shkurta, të ngjashme, apo mund të kenë cilësi të njëjta, mirë po baza mund të jetë këtë diçka tjetër. Si sfidë tjetër janë edhe pritshmëritë jo reale ndaj psikologëve. Shpesh prindrit pyesin se kur do të bëhet më mirë, a do të shërohet, a do të largohet krejt. Kemi bëjmë me probleme të çrregullimeve neurozhvillimore, problematika se nuk mund të shërohet, mund të trajtohet, përmbushen pritshmëritë, përmbushet potenciali i tyre, mirë po nuk mund të largohet komplet. Dhe kjo është një prej sfidave me të cilat ne ballafaqohemi. Sfidë tjetër është edhe mungesa e sensibilizimit ndaj stigmës, mungesa e trajnimeve profesionale, të cilat do të përfshijnë zhvillimin e gjithëmbarshëm të fëmijës, zhvillimin e prindërve, pranimin e tyre, problematikat me të cilat prindërit dhe fëmijët bashkërisht sfidohen. Psikologu klinik Sadiko gjithashtu thekson se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet mësimdhënësve, prindërve dhe specialistëve është vendimtar për një mbështetje të qëndrueshme dhe të suksesshme ndaj fëmijëve autik. Ndonjëherë roli i mësimdhënësit është akoma më i madh, për paktën se është porta e parë e cila mundet me ndihmu prindin me kuptuar që diçka mund të mos jetë duke shkuar krahas zhvillimit me moshën e fëmijës. Prandaj bashkëpunimi prindër mësues dhe psikologësh është shumë i rëndësishëm sepse prindi është akteri pastaj që kërkon shërbim dhe psikologu është ai që ofron këtë lloj shërbimi. Në bashkëpunim me këto aktorë gjithmonë rezultati është më i madh. Tutje, Sadiko në bazë të eksperiencës së tij tregon se ku po gabojnë psikologët, edukatorët apo edhe logopedët gjatë punës së tyre me fëmijët e spektrit autik. Ndoshta pjesa më e madhe që nuk po themi gabim, po zakonisht bën referime të vazhdimta për të planuar shërbimin dhe kjo pastaj vështirëson pak situatën. Instituti Visar Sadiku, që tashmë njihet për traditën e organizimit të trajnimeve të akredituara në fushën e shëndetit mendor dhe edukimit, ka plane edhe për të ardhmen për mbështetjen e fëmijëve me autizëm. Këto iniciativa synojnë të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve dhe të krijojnë një qasje më gjithëpërfshirëse për fëmijët me autizëm. Në fakt, para disa viteve ne kemi organizuar shumë trajnime, mirë po me rritjen tonë në disa shtete në ofrimin e shërbimeve psikologjike nëpër institucionet tona, na e ka pamundur për me qenë shumë aktiv. Kemi pas trajnime të tilla, mirë po kanë me qenë më të rralla, po mirë të organizuara, sepse ne besojmë që një trajnim është e pamundur për me organizu brenda 2-3 ditë, ndaj një trajnim i mirë për me organizu 2 muaj, 2 muaj, edhe ne kemi kënaqësi me organizu rrallë e mirë, këtë pas parasysh që ligjëruese kemi një psikologë më të mirë në vendin. E krejt në fund, psikologu klinik Sadiku jep një mesazh shumë të rëndësishëm për prindrit dhe profesionistët të cilët punojnë me këta fëmijë. Të qenit ndryshe nuk do të thotë që është gabim, është vetëm një formë tjetër për shprehjes së nevojave tona. Andaj në momentin kur ne identifikohemi që kemi këto ndryshime, të referohemi për ta ngritur cilësinë e jetës dhe zhvillimit. Ky trajnim konsiderohet si një hap i rëndësishëm rreth zhvillimit të aftësive profesionale të stafit arsimor, por edhe atij shëndetësor në Kosovë, duke forcuar rolin e tyre në mbështetjen e fëmijëve autik.